çfarë dhurate befasuese mori Leonora Jakupi nga partneri për ditëlindje? Ditën e djeshme, këngëtarja e njohur Leonora Jakupi festoi ditëlindjen e saj të 47-të, një moment i veçantë që e shënoi me shumë dashuri dhe urime nga fansat e saj. Leonora, e cila është një nga emrat më të njohur në skenën muzikore shqiptare, ka arritur të fitojë zemrat e shumë njerëzve me zërin e saj të mrekullueshëm dhe interpretimet e saj emocionuese. Ajo ka kaluar një rrugë të gjatë në muzikë dhe vazhdon të jetë një inspirim për shumë artistë të rinj. Gjatë festimeve, ajo ka marrë një sër dhuratash, por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen është një buqet e madhe me trëndafila të kuq. Kjo dhuratë simbolizon dashurinë dhe vlerësimin që ajo merr nga ata që e rrethojnë. Me një buzëqeshje të madhe në fytyrë, Leonora ka pozuar me buqetën e saj, duke shfaqur një pamje të lumtur dhe energjike. Kjo ngjarje ka bërë që fansat e saj të shprehin urimet e tyre në rrjetet sociale, duke e bërë atë të ndihet e veçantë. Natyrisht, mendja e të gjithëve shkon tek partneri i saj, i cili mund të ketë qenë pas kësaj dhurate romantike. Një veprim i tillë tregon për kushtimin dhe dashurinë që ata ndajnë, duke e bërë këtë ditëlindje edhe më të veçantë për Leonorën. Leonora vazhdon të jetë një figurë e rëndësishme në muzikën shqiptare, duke sjellë vazhdimisht projekte të reja dhe duke mbajtur lidhje të forta me fansat e saj. Ajo është një shembull i shkëlqyer se si pasioni dhe dedikimi mund të çojnë në sukses. Me kalimin e viteve, ajo ka arritur të krijojë një emër të fortë dhe të njohur, duke u bërë një ikon për shumë breza. Të gjithë presin me padurim projektet e saj të ardhshme dhe se çfarë surprizash do të sjellë në të ardhmen. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.